Lëreni 5 minuta në flokët të përzierje dhe thuajini lam të mirë thinjave. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 3 thelpi hudhra organike, 1 kg mjaltë organik, 4 limona organik dhe 200 ml vaj organik. Prini në feta limonin dhe hudhrën dhe vendoseni në një tas, shtoni mjaltë dhe vaj liri. Përzijeni të gjithë përbërësit mirë me njëri tjetrin. Mbani aty një kavanos qelçi në frigorifer. Gjithashtu, hani një lugë gjelle para një vakti 2 herë në ditë. Nuk do të keni më probleme për flokët e thinjura dhe kështu ju do të ndiheni akoma edhe më mirë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 5 deri në 6 patate, gjysmë litri ujë dhe një tas. Përdorimi: qërojini patate dhe fillimisht lëkurat hidheni në një tenxhere të madhe dhe derdhni brenda gjysmë litër ujë. Jepini një val për 20 minuta në temperaturë të mesme. Mbullojini lëkurat dhe lëreni të ftohet para se të aplikoni tek flokët tuaj. Lajini flokët normalisht dhe hidheni këtë lëng patatesh dhe më pas thani flokët. Përsëriteni 2 deri në 3 herë në javë.